Tash kalon shtet Hatixhes. Do shtet gruas, që nuk është e bet, as nuk është marrë. Fëmijët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, 4 vajza jetuan, ndërsa 2 djem i vdeqën. Kur i vdesin djem pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndërsa vajzat jetanin. Kur bëhet pejgamber tash, mushrikët e thonë, kjo është forsosur. Pastaj Allah e ka zbrit surën Inna a'tainaka al-Kauthar. Na të kemi dhënë ty Kautherin o Muhammed, që s'ja kemi dhënë asnjë pejgamberit. Është martesa e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Martesa e pejgamberit alayhi salatu wasalam është moshën 25 vjeçare. Hatixha ka qenë biznesmene me terminologjinë e sodit, po është lodh me njerëz si duket. Njerëz domethënë të pandërgjeshëm, dallavere, mashtrime, edhe është lodh derisa e ka lyp një punëtor që punon drejt. Edhe e kanë propozuar pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pranon edhe e merr shërptorin e Hatixhes edhe niset me ta për në shën. Kur niset për shkak Abu Talibi thotë Allah i le kujdes. Allah i le kujdes për djalin tim. Për arsye se ata kanë filluar me ndi që pejgamberi alayhi salatu wasallam do të jetë diçka i madh. Allah i le kujdes për djalin tim. Edhe shkojnë në Sham. Kur shkojnë në Sham, në tregim thuhet që i del një prefta para. Edhe thotë ky është pejgamberi i Rabbul Alaminit. Ai halo pa fol këtë. Pastaj e vet këtë shërptorin Hatixhes, thotë çka ke po rrugës? Thotë e kom po një bujari që s'e kom po kurr. E kom po një sabër të kërkush se kom po. Një shërbim, një afërsi, një shoqëri, edhe një ngrosi që ma ka dhënë kur një jetë se kom po të kërkush tjetër. Thotë këtë do të jetë pejgamberi. Që duket, Allahu i lartësuar po don me përgatit njerëzit se tash ka me dalë një pejgamber, mos të vjen nga i vet. Mos tani çka u bë, çka ndodhi se. A pse shajat veç kanë fillu dhe më u shfaq, edhe kthehet pastaj me tregtim me mollën që e ka porosit për Hatixhen radhiyallahu anha pejgamberi alayhi salatu wasallam, duke qenë veç punëtor këtë rast. Edhe kur vjen këtu, vjen molli edhe më korrekt, edhe më pak është pagu, edhe fitimi më i madh, edhe gjithë edhe ky shërptor e përmend me fjalë të mira, shumë pejgamberin alayhi salatu wasallam derisa i propozon martesë. Që i pari që ka propozuar martesë është Hatixha vet. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasallam edhe për familjen e tij është kompakt e papritshme. Se Hatixha një grua fisnike, një pasonike e madhe, më martu me një jetim, mirë po kur donë Allah më ja përgatit terrenin, robit vetë, pastaj nuk është problem, edhe martuhen me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe e kalojnë jetën te jetë mirë, te për jetë lumtur, kalon pejgamberi alayhi salatu wasalam në shtëpi Hatixhes, se deri tash ishte në shtëpi te Abu Talibit, tash kalon në shtëpi Hatixhes. Do në shtëpi gruas, që nuk është e bet, as nuk është marrë, nëse bëhen me marrëveshje, nëse bëhen me zemërgjërsi, edhe pa detyrim edhe pa imponim, kalon në shtëpi saj, i vazhdon tregtiat e saja, pastaj edhe ushqehet për asaj pasuri që e kanë, pasuri të cilën pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam e futi në shërbim të Islamit kur u bë pejgamber. Allahu ja fali 6 fëmijë me Hatixhen, fëmijët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, 4 vajza jetuan, ndërsa 2 djem i vdeqën. Djali Kasimi, i cili ka qenë më i madhi, edhe në bazë ti e ka marrë pseudonimin pejgamberi alayhi salatu wasallam, pseudonimin e ka pas Ebul Qasim. Ebul Qasim, baba i Kasimit, djali i parë, thuhet që ka jetuar 18 muaj, edhe ka vdek. Pastaj i ka lind djalit, kur i ka lind djali tjetër, Abdullahi, edhe ai 15 muaj ose 16 muaj edhe ai ka vdek. Ndërsa vajzat Ruqayya, Kulthum, Zejnebia edhe Fatimia, 4 vajzat e kanë jetuar pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe ka jetuar me to edhe në Mekë, pastaj edhe në Medinë niku, edhe pse edhe gjithë fëmia pas Fatimës i vdesin pejgamberit alayhi salatu wasallam, sa ka qenë ai gjallë. Kur i vdesin ndjen pejgamberit alayhi salatu wasallam, ndërsa vajzat i jetanin. Kur bëhet pejgamber tash, mushrikët e thonë, kjo është forsosur, luz e thot. S'ka. Kush e trashëgon këtë? Qikat martohen, shkojnë të burrat e vetë, fëmijë s'ka djem s'ka, edhe mo nuk e përtrin emrin e tij kërkush. Pastaj Allah e ka zbrit surën Inna a'tainaka al-Kauthar. Na të kemi dhënë ty Kautherin o Muhammed, që s'ja kemi dhënë asnjë pejgamberit. Ata flasin me luza me fara, na të kemi dhënë Kauthar tyje, që krejt muslimanët ummeti jot kanë me pas nevojë me pi prej tina. Inshallah pi prej tij. Inna a'tainaka al-Kauthar. Fasalli li rabbika wanhar. Falu për Zotin tënd dhe prej kurban. Inna shaniyaka huwa al-abtar. Ai i cili po të fyn ty, ai që po të ofendon ty, ai është forsosëm. S'dihet kush, domthon, është sos, është tha loza ti, është tha fara e tij. Ndërsa loza pejgamberit alayhi salam, fara pejgamberit alayhi salatu wasalam vazhdon edhe sot me ekzistu në për shumë shtete të botës islame, ekzistojnë familja që quhen familja Hashimite ose i thënë Eshraf, që janë pasardhësit e Hasanit dhe Husajnit, dy nipave të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj kush nuk e njeh pejgamberin, kush cili musliman nuk e përmend pejgamberin alayhi salatu wasalam.